forme edhe t'ja japi mendimin edhe shteteve të tjera që neve ja u kemi japur krerët të gjykoni, ndërkohë që ne vetëm po qëndrojmë në mënyrë pasive deri në një vendim të fundit. Kur, nëse e kthejmë në aspektin e historisë, tash unë edhe vetë për shembull e shoh është në asnjë rrethon nuk është gjykuar shteti i Serbisë për kërcënimet, gjenocidin edhe masakrat që i ka bërë brenda Kosovës. Unë edhe kam thënë më përpara dhe prapë e them, prapë edhe këto është një dobësi e Kosovës që deri sot nuk ka bërë mjaftueshëm në zbulimin edhe dokumentimin e gjitha këtyre çështjeve, kur ndërkohë që pikërisht për çështjen me të cilën janë thirrë krerët e luftës në Hag, në vitin e fundit unë kam pa që në këtë rast Serbia ka krijuar edhe propaganda duke krijuar edhe filma me aktorë të Hollywoodit në atë formë që të shpërndahet një propagandë për të vërtetën që ka ndodhur për kince të vërtetën që pas ka ndodhur sipas tyre. E në fakt unë shoh dobësi të shtetit tonë, por nuk më ndalon mua si Sala, edhe nuk më ndalon askënd që të punojmë për diçka që dikush tjetër ndoshta nuk e ka pasur prioritet. Edhe në fund të fundit, mua nuk më pëlqen fakti që ne po i diskutojmë tash se çfarë kanë bërë partitë, na do të kthyrëm me ecë përpara, edhe ju e thatë më herët është bë vonë rezoluta. Kjo rezolut ka mujt më bë edhe prej vetëvendosjes, nuk do të thonë që patjetër është dashur vetëm prej Partisë Demokratike të Kosovës, ani pse ne e dimë që themelin e kemi edhe flasim nga do thotë vlerat e ushtrisë shqiptare të Kosovës, por megjithatë, kjo është mbi partitë. Edhe unë vetë nuk e lejoj që të politizohet, por të shikohet dhe të ulemi bashk, edhe të mendojmë që është momenti i fundit që Kosova duhet më bëjë diçka në mbrojtje të krerëve. Edhe në qoftë se analizon, unë gjithmonë po e them, ndoshta edhe jam bërë tepër, por megjithatë, kështu. Veprimet e ndërmarra nga kryeministri Kurti do të bëhen të ditura një ditë, po jo tash. Qoftë veprimet e tij si institucion, qoftë si individ, qoftë të mia si individ, apo edhe të grupeve tjera të interesit, nuk është momenti që të dalin. Nuk është puna që të bëhet garë se kush po bën diçka më tepër ose jo. Është evidente që të dihet se çka po bëhet mirë për ta. Se nëse ne veprojmë diçka, mendojmë se jemi të bo, se kemi mangu veprime institucionale, mendoj se më mirë është të koordinohemi, të dimë se çka po veprojmë, mos të bëjmë dëm. Më mirë është që të rrim ndoshta të presim, ta presim momentin e duhur, se sa të veprojmë tash e të bëjmë dëm më të madh që ndoshta nuk e kemi mundësinë ta shohim ne tash, këtu të vizatume se çfarë dëmi mund ta bëjmë. Fajtohem që jemi bashku në këtë temë. Por politikisht është keq përdorur edhe kjo gjykatë. Jo vetëm për veprimet e vetëvendosjes, po në përgjithësi edhe për Ministrinë e Drejtësisë. Sa akuza kanë shku në drejtim të Ministrisë së Drejtësisë, se po i ndal fondet, po ndal buxhetin, po ndal këtë. Unë e di që zoti Behrami është në rrjedha të këtyre pagesave, është në rrjedha me ekipet, i kanë tregu ekipet se nuk ka pas ndalesa. Megjithatë është keq përdor si efekt politik. Ta sulmojmë vetëvendosjen se po i ndal fondet për krerët e UÇK-s. Asnjëherë nuk ka ndodhur ndalja e fondeve. Zoti Behrami e din se sa është shpenzuar dhe e ka tejkalu shumën e atij shtetit tjetër që kanë pretenduar 25 apo 35 milion. Në Kosovë e ka tejkalu atë shifër që moti. Edhe fondet nuk janë dalë asnjëherë. Shumën maksimale mujore, me që jemi këtu tash edhe po e përmendim, po shfrytëzoj rastin me që janë edhe mediat këtu. Po them se të gjitha ekipet, të 4 e UÇK-s, jo të tjerët që nuk janë në akt akuzën e madhe. Ata kanë nivel tjetër më të ulët të pagesave, por 4-shja asnjëherë nuk ju ka ndal buxheti ose niveli i buxhetit. Shumën maksimale të cilën e kanë me udhëzim administrativ.
asnjëherë nuk ju ka ndalë. Këto e din. Plus, ekipi i Zotit Thaqe dhe Zotit Veseli kanë fond ekstra privat për mbulimin e shpenzimeve. Po për çfarë shpenzime, unë nuk e di, ato i kanë ekstra shpenzime shtesë. Mirë, po sa i përket shtetit, për ekipet e mbrojtjes, për ekipin e bashkëshortit tim dhe ekipin e Zotit Jakupit Krasniqit, doli mjaftueshëm ky fond që e kanë nga Ministria e Drejtësisë. Është e njëjta akt akuzë. Me të njëjtën përballën. Megjithatë, është sulmu qeveria e Kosovës se po e ndal fondet. Po mos tim më fell atë, se jemi këtu për një çështje tjetër, edhe unë po besoj që se jam marrë atë kohën edhe këtyre kolegëve të mi vjen keq. Po për çështjen të cilën jemi këtu, edhe një herë po e përsëris se ne duhet të jemi unik në këtë temë, jemi, por duhet të presim. Nuk është momenti që në këtë kohë ta bëjmë një ftesë të tillë. Po du me besu që ka ndryshime së reforma në PDK. Me qenë se po citoj kolegen paraprakisht për me dalë të Berami, tha nga perspektiva ime dhe Beran. Prandaj nëse perspektiva nga jo edhe piknisje ka tash që jam i prirë me besu. Veç nëse mund parashtruesi kësaj kërkese, kësaj pike për diskutim. Para se me shku të forme pëlqimit dhe votimit, po du me kuptu diçka. Nëse kemi rezolut, nëse kemi unifikim, ne kemi qëndrimet përbashkëta, pas kësaj kërkeses, për me bë këtë diskutim, rrjedhimisht dhe me parashtru këtë çështje, neve si subjekt, në një mbledhje paraprake, na ka cilësu se ju keni gëzu faktet dhe vazhdan me gëzu. Pas listës së sërbska vendosja është aja, me një prezencë në forum të këtij. Dhe më thonë, ju po vazhdoni me akuzu dhe me cilësu. Nëse është reforma, po jam i prirë me besu, po ta shetutje, po drejt sa ta sy se keni dhënë këtë përshtypje, jo këtë mundësi, këtë shans. Prandaj si subjekt politik, nëse është reforma me juve, kultivoni këtë reformë, këtë përkraje, sepse kam ju gjetë në proces zgjedhor ose me pas si produkt pas zgjedhjeve. Në këtë formacion nuk po konsideroj që duhet më burrin e krenuar edhe me pas iniciativa ku janë vetëm për hir të një momentumi të fundit të një mandati që ndoshta e konsumum ose unë më thon mund po ndërpritet. Tash, kjo që ka ndodhur ky cilësim zoti Berhami ka ndodhur pak ditë para fjalimit zotit Glau Konjuca. Do të thotë, për periudhës kur ka parashtruar, tash i referohet një fjalimit të një përmbajtje që është substanciale dhe me adresime të çështje. Po, sa të kemi fjalime, sa të kemi përfaqësime të nivelit të tillë, edhe diplomatik, por jo vetëm, duhet të citojmë edhe të shërbejmë me të tilla. Mirë po, prandaj po du me mbështet këtë kërkesën e Shqipëris se të jemi të sigurt dhe të vendosur se çka. Kërkesa juaj, kërkesë legjitime deri këtu, mirë po adresimi për këtë nivel nuk nëse më lejoni edhe diçka po ndaj një momentum shumë të rëndësishëm. Meqense ju referuat edhe raportet të Shqipës me Recep Selimin këtë rast. Po ju bëj me dije dhe po ju rikujtoj secilët, paktën juve personalisht. Kur është marrë një ftesë, një thirrje prej atij tribunali vetëm dhoma të veçanta. Kemi qenë në format një takim të punës me një iniciativë për një nismë ligjore ngjashëm për një takim pune kur ka marrë njoftimin Recep Selimi. Edhe ne e dim a ka njoft, a ka respektu ose a ka besu në tribunal Recep Selimi. Po jo sigur Rexha kanë qenë pozitat e të tjerëve që kanë qenë në nivelin më të lartë shtetëror. Tash votimi si parakush që ka qenë për një proces të tillë, qëndrimet politike më pas kanë rëndu si akuza ndaj neve. Çdo iniciativë nga vendosja është mbështet, çdo qëndrim publik, çdo mbështetje më pas në mekanizma shtetëror është mbështet. Prandaj sa të përpiqeni me boksi dallime dhe me parashtruar si pyetje, përgjigjen merre mena subjektit, artikulon edhe bëni këto. Mu po vjen keq nëse në përfaqësimin që e ka mbrojtja atje, nuk e ka një konsult minimale. Të paktën pe kur e keni thënë deklarativisht në komision deri sot, ju do të thotë e keni iniciativë jashtë strukturës dhe formatit. Mbrojtja në tribunal, në dhomat veçanta, ka përfaqësimin edhe politikë tuaj. Ka përfaqësim nga struktura lartë e partisë dhe përfaqësues në kuvend që Deputetja Albana Bytyci. Faleminderit kryetari, përshëndetje për gjithë, e nderuara shqipe.
është një çështje mjaft e ndihshme dhe para teje me të vërtetë është shumë zor me fol për këtë proces, po uroj që të bëhet më e mira për ishkrerët e UÇK-s dhe për këtë jena mundu edhe po mundohemi gjithmonë me bë më të mirën të mundshme. Pajtohem me kërkesën e Artanit, të cilën e ka shpreh gatishmëri dhe gjithmonë ka qenë në mbështetje të tyre, jo vetëm tash, po që një kohë pse janë atje, dhe por pajtona edhe me pjesën e juaj shqipe që sa është e dëmshme apo sa është pozitive nëse bëhet kjo kërkesë dhe me të vërtetë hezitova me folje dhe hezitova që cila është më e mira me u bë. Po përderisa ju po e thoni që është një proces në përfundim e sipër edhe që ka mundësi me qenë efekt negativ, isha pajtu edhe me këtë pjesë, po pa e lënë anash kërkesën e Artanit që me diskutu ma gjëre gjatë abedin edhe me arë me një konkluzion që me të vërtet nuk na bën dëm nëse bëhet një kërkesë e tillë. Pajtona pavarësisht asnjëherë nuk do të jem kundër këtyre proceseve, por legjislaturën e kaluar sa kemi qenë 2021-2025, unë në vitin 2022 kam bë kërkesë me shku mi vizitu si Komision për të Drejtat e Njerëzit, sa po ju shfryzohen të drejtat, sa po ju cenohen të drejtat. Kjo ka qenë arsyeja kryesore pse unë kam kërkuar me shku me vizitu ishkrerët e UÇK-s, dhe kjo vizitë është miratuar nga kryetari i kuvendit, nga komisioni, kanë qenë të gjithë pro edhe është leju kjo vizitë dhe më ka ardhur shumë mirë, sepse e kam pa të arsyeshme se ka qenë një kohë ku nuk është bë asnjë vizitë. Edhe e para anë që kam kërku në 2022-ën, me shku mi vizitu, mandej ka qenë para me shkoj edhe kryetari i kuvendit, edhe kështu që shumë mirë, merr shumë mirë. Po, ka ikë fluturimi, fatkeqësisht. Mirë po, patjetër që jem në mbështetje, uroj të ketë liri për çlirimtarët tanë dhe me të vërtet ky proces të mbyllet, qysh është më smirti, dhe uroj më të mirën për familjet të cilat po përballen me këtë proces, se e di se është mjaft e vështirë. Dozvolite mi da se obratim i da zamolim da se vratimo na dnevni red. Mislim da smo dosta otišli u širinu. Želim da kažem da sam i podršku i ovom današnjem dnevnom redu dala upravo u želji da se javim za diskusiju koja je pod tačkom 3. I to pre svega kako stoji baš ovde razmatranje i glasanje o predlogu. Ja nisam dobila predlog, objašnjeno mi je, nije stigao prevod, pa sam zato pažljivo ovde saslušala, ali ispred Srpske liste želim da kažem da ne znam hoće li se ovo uopšte staviti na glasanje ili će se predlog povući, ali svakako želim da kažem da kao Srpska lista i neko ko je predstavlja, mi nećemo dati podršku ovakvom jednom predlogu, pre svega iz nama dobro poznatih razloga koje mi imamo zvanično, a osim toga ja želim da kažem da, samo malo, ja nisam nikoga ometala dok je pričao, zaista riječ jednu nisam rekla, da samo želim da kažem da ne znam hoće li biti na glasanju ili ne, nisam najbolje razumela, da ne želim da podržim ovo i da se uključim i da kažem, da zamolim da se vratimo zaista na dnevni red, jer mislim da smo preširoko otišli od svega, jer je tačka baš usko jasna. Hvala vam. Mirë, jo, vetëm e falenderoj deputeten, nuk e ka pas siguru me kërkesën ndoshta nga fillimi, se a do të votohet, ne do të pas diskutimeve në përfundime kemi pas një propozim edhe nga deputeti jashtë Shqipe, që në një format tjetër mu drejtu, kështu që në fund Shqipe të lutem nëse mundesh si formulim, pak me na ndihmu, se mandej mundemi na si grup mu taku, në ato për adresimin e çështjes ku që e vlerësove në fillim si më të drejtë për momentin,
gjë që ne u pajtum që gjitha procedurat që janë kompetenca tona si deputet, e në veçanti deputet të këtij komisioni, ne do t'i shfrytëzojmë edhe në të ardhmen, qoftë në këtë përbërje ose në tjetër, mirë po në fund, të kisha lut pasi gjithë e përfundojnë, që edhe njëherë propozimin që e patëm fillim, nëse dëshiron me edhe njerë me na rikujtu. Faleminderit, e nderuar kryetare. Deputet mytar nuk e keni kërku dikush tjetër, urnat deputeti shqipe. Edhe njerë faleminderit. Zonjës deputete nga lista serbe sigurisht që i pengon çdo debat që bëhet rreth UÇK-s, rreth gjykatës speciale, por më vjen keq zonjë se na mundemi me diskutu këtu edhe me ditë të tëra, për shkak që duhet të bëjmë zgjidhje sa më të mirë, sepse ata na interesojnë neve, ajo gjykatë na intereson neve, edhe pse juve s'ju intereson, mundeni me lëshu. Po, edhe jemi në pikën ku duhet të diskutohet, po ju lirisht nëse nuk ju konvenon ky diskutim, mundeni me dal jashtë, nuk ju ndalon askush. Ne si shqiptar, neve na intereson kjo temë, na intereson UÇK-ja dhe duhet të diskutojmë dhe ta çmojmë lart. Nëse juve ju pengon, urdhëroni dilni. E tash për ta përmbledh, megjithëse më vjen keq se nuk jam në komisionin e juaj, po mundem ju sugjeru që, siç e thash në fillim, tash për tash nuk është koha që t'i bëhet ftesë zonjës kryetare të gjykatës Trëndafilova. Mundeni si komision me përpilu një ankesë, një kërkesë për takim me komisionet e Këshillit të Europës. Mundeni me bë një draft të shkeljeve të drejtave të njerëzit. Avokatët janë të gatshëm, se i kanë ato shkeljet, edhe janë zyrtare tashmë edhe në webfaqen e gjykatës speciale. Të gjitha ankesat që i kanë bë palët mbrojtëse, gjitha ato me kompletu një dokumentacion edhe qofti dërgohet një komisionit të caktuar atje, apo edhe deputetëve të Këshillit të Europës veç e veç. Kjo është mendimi jem, ju falenderoj shumë për vëmendjen, për kohën, për debatin. Kjo temë na takon të gjithëve, për këtë temë nuk duhet kemi dallime politike, edhe uroj që shumë shpejt procesi në Hag të marrë fund, dhe katërshja dhe gjithë që ndodhen atje të lirohen sa më shpejt, të kthehen në familjet e veta në Kosovë, sepse kjo gjykatë ju ka rëndu Kosovës, ju ka rëndu padrejtisht, edhe pse e kemi bo vetë po përballemi me të, dhe uroj që sa më shpejt të marrë fund, të kthehet e mos kemi nevojë na për diskutime të tilla më. Faleminderit. Mirë, si parashtrus ju japim pasi ti dëgjoni gjithë patjetër. Atëherë deputeti Zyba. E ndoshta do të shqyqoj mundësit që të hapësirë kohore që na kanë bet, eventualisht që të flasim edhe pas komisionit, se si ta shfrytëzojmë një kohë, qoftë gjatë, qoftë shkurt, që kemi përpara. Por unë po e shfrytëzoj edhe një rastin që s'paku na që jena këtu në që takim, duke parë çfarë çështje të ndihshme i kemi përpara, me çka po ballafaqohet aktualisht Kosova. Dhe sa është e nevojshme që të kemi ne institucione duke ditur që jemi demokraci parlamentare. Pra një institucion që ka kompetencën, sot padrejtisht pa nevojshëm nëse vjen deri te ajo që ne nuk arrim një konsenzus për të gjetur një figurë unifikuese për president apo presidentit Republikës Kosovës, dhe shkojmë pa nevojshëm zgjedhje, koha do ta tregoj, a kanë qenë të nevojshme, po pas një kohë kaq shkurt brenda një viti diçka të ri pa zgjedhje, besoj që do duhet ta vlerësonim gjithë si të pa nevojshme. Andaj, meqense jeni të rrek, ne nuk vendosim për momentin asgjë në votim, mirë po vazhdon puna në adresimin e kësaj çështje kaq të rëndësishme, për një proces kaq të padrejt, i cili aktualisht po zhvillohet në Hag. E vërteta është një, dhe gjithë e dim se kush ka qenë viktima dhe kush ka qenë okupatori. Ne shpresojmë që të gjithë ata që padrejtisht gjykohen atje të lirohen sa më shpejt, ndërsa ne si komision duhet komunikojmë me gjitha institucionet që kanë rend parë bëjnë me drejtat e njeriut, dhe besoj që komisionet përkatëse do t'ju adresojmë, siç thatë ju edhe organizatave tjera ndërkombëtare. Ju falenderoj shumë për prani, sidomos edhe prezencën e mediave që vazhdimisht
me përkushtim e kanë përcjell punën e komisionit. Në fund e falenderoj veçanërisht edhe deputetën shqipe për kontributin e saj, e cila dhan një kontribut të rëndësishëm në takimin e sotëm, dhe shpresoj që do të vazhdojmë edhe në herave tjera, kur kemi tema kaq të ndihshme, kaq të rëndësishme për Kosovën, të jemi bashkë. Ju falenderoj shumë, gjithë prezent. Në të ndryshme, nëse keni diçka, atëherë pelojmë për takimin e radhës, ndoshta sipas kësaj teme të rëndësishme, nuk po shoh që mundemi tash një temë tjetër që është po aq e rëndësishme ta hapim.